Të dy këto palë ju kanë shmangur takimit duke u thirrur në emër të pavarësisë së tyre. Në fakt, këta i raportojnë kuvendit, do duhej të ishin sot prezent. Unë sapo isha në telefon me kryetarin e bordit të zyrës së rregullatorit të energjisë dhe ai tha se nuk ka marrë aprovim nga anëtarët e tjerë të bordit të marrë pjesë në këtë takim, sepse kinse sipas tyre çështja e çmimit të energjisë elektrike dhe deregullimit të tregut po politizohet në kuvend. Këto dy institucionet të pavarura, të cilat sipas ligjit duhet t'i raportojnë kuvendit, nuk vinë për të dhënë përgjigje në kuvend dhe ne sot kemi pasur shumë pyetje, po besoj edhe ju, po edhe ne për ta. Siç e dini, para disa ditëve 30 deputet nënshkrues të Kuvendit të Republikës së Kosovës, pothuaj nga një pjesë e madhe e partive politike, kanë bërë një kërkesë zyrës së rregullatorit të energjisë që të anuloj vendimin për vendosjen në treg të hapur të rreth 1300 kompanive me argumentin e fortë se nuk ka konkurrencë dhe nuk ka treg të hapur. Ne sot prap kem dashje me përsërit kërkesën së bashku me ju përfaqësues të biznesit që në fakt të anulohet ose të shtyhet deri në krijimin e kushteve vendimi për vendosjen e treg të deregulluar të kompanive. Nuk ka konkurrencë të lirë për shkak se ju si shoqata dhe disa prodhues, të cilët po i shoh që janë prezente edhe këtu, keni kërkuar në fakt ofertat për energji elektrike nga pothuajse 19 operatorë që janë të licencuar nga zyra e rregullatorit dhe keni marrë një ofertë të vetme dhe oferta vjen domethënë nga operatori Kesko. Fatkeqësisht sot pra ata që do duhet i kemi ti përgjigjen këtë situatë që po e krijojnë zyrën e rregullatorit të energjisë elektrike që fatkeqësisht është shndruar në një lloj dege filiali i partisë në pushtet dhe ka dalë për mandatit saj komplet që nuk ishim dashur me pa në asnjë rrethon këtu rrethona çfarë është. Mirë po me gjasët ne do t'i ngresim shqetësimet tona, mirë po nuk e kemi adresën paka shumë që të marrim përgjigje. Numri pyetjeve që realisht i kam pasur sot për zyrën e rregullatorit të energjisë elektrike është kogja i madh, prap ne nuk do t'i ndalim përpjekjet që t'i kemi në Kuvendin e Kosovës. Jemi me bizneset, sepse jemi treg i hapun, jemi në kapitalizëm dhe unë mendoj që ne nuk duhet dalim në asesi me politikat tona, qoftë e heshtura, qoftë këtu tash të mohuara. Kemi dashur me qenë pjesëmarrës me vetëm në arsye që me tregu që jemi bashkëpunu, se dhe kemi vullnetin më të mirë me bashkëpunu në këtë proces të ri që po ndodh. Na si Kesko nuk mundemi me marrë si barë ose me e dhënë opinion për diçka që nuk është në fushën tonë. Në kuptimin që na nuk jemi organ interpretues, as ligjvënës, as nuk kemi asnjë lloj kompetence. Ashtu siç e përmendët edhe ju, janë edhe 18 furnizues tjerë. Andaj këta 18 furnizues tjerë nuk po pyeten se çka mendojnë për këtë lloj interpretimi, mandej mendoj që është e padrejtë edhe Kesko më vu në pozicion tillë që i kërkohet një interpretim, duke qenë se janë institucionet të tjera të cilat kanë kompetenca regulative që keni të drejtën ekskluzive të shërbimit universal për furnizim energji elektrike. Na nuk mujmë shku me pyet një kompani pse po i përjashton prodhuesit prej tregut të rregulluar kur ata në fakt nuk janë të furnizuar. Për herë të parë në Kosovë po pritet një treg që kërkush nuk e din se çka i vjen, çka e mirësjell, sa do të paguan dhe në rast se kjo vazhdon, dijeni një dhe e fundit që Kosova hap rrugë për recesion ekonomik. Sepse Kosova sot është në dy smundje. Është mbi inflacionin, e cila nuk është edhe smundje e vetë, e cila shkakton shumë gjona dhe hap rrugë për edhe devalvimin e çdo produkti dhe çdo profesioni, po sigurisht edhe kjo jep kahje migrimit,